Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjeku çudit botën, hani sallatë jeshile çdo ditë dhe do trajtoni këto probleme. Sallata jeshile është një produkt mjaft i shëndetshëm dhe me çmim shumë të arsyeshëm. Ajo përmban 90% ujë. Fletët me ngjyrë të errët janë të pasura me folate dhe përmbajnë mjaft beta-karotinë, vitaminë C dhe kalium. Sallata jeshile ka vlerë të ulët kalorike, rreth 13 kalori në 100 gram. Është e dobishme për tretjesë dhe për punën e mëlçisë. Kombinohet shumë mirë me të gjitha llojet e ushqimit, sidomos me mish dhe me peshk. Ajo rritet gjithashtu si perime gjethore dhe është një nga bimët më shumë delikate dhe sallatave në këtë botë. Konsiderohet gjithashtu si një mbretëresh e bimëve dhe sallatave. Është bime moderuar 1 vjeçare apo 2 vjeçare nga familja e klasës së lartë. Ka 6 lloje të ndryshme të sallatës së gjelbër dhe të gjitha përdoren për të krijuar sallata. Duke qenë se ka vlera të larta ushqyese, sallata e gjelbër ju ofron shumë përdoruesve shumë benefite shëndetësore. Sallata e gjelbër është një burim i mirë i klorofilit dhe i vitaminës K. Sallata e gjelbër është masive me nivel të ulët ushqimi, por të lartë shëndetësor. Është e pasur gjithashtu me kripra minerale, me elemente alkaline të cilat dominojnë në një masë tepër të madhe. Kështu që ajo ndihmon edhe për të mbajtur gjakun tuaj sa më të pastër, mendjen vigjilente dhe trupin në shëndet të mirë. Gjethi i lëshuar i sallatës gjithashtu konsiderohet ushqimi më i mirë. Ka avantazhin e të qenurit shumë e ekspozuar ndaj diellit, duke siguruar kështu një furnizim të madh me vitamina, sesa koka e sallatës në të cilën gjethet janë edhe të mbyllura. Është e pasur gjithashtu edhe me lutein dhe beta-karoten. Sallata e gjelbër me gjethe po ashtu furnizon me vitamina C dhe K, kalcium, fibra, folate dhe hekur. Vitaminës K i jepen merita që ndihmon për shembull tek mpikset e gjakut. Sallata e gjelbër po ashtu përfshin nutrientë të tjerë si për shembull vitamina A dhe B6, acidin folik, likopenin, kaliumin dhe zeaksantinën. Sallata e gjelbër gjithashtu përmban alkaloide të cilat janë përgjegjëse për efektet e saj terapeutike. Edhe pse të gjitha varietetet e sallatës së gjelbër kanë njëkohësisht pak kalori, atëherë çdo varietet ka një përmbajtje të ndryshme ushqyese. Një lloj paraqet një burim të mirë të kolibës, tjetra është më e dendur me vlera ushqyese nga të gjitha varietetet e sallatës së gjelbër dhe është një burim i shkëlqyer i vitaminave A, B1, B2 dhe C, acidit folik, manganit dhe kromit. Sallata e kuqe e marrin ngjyrën nga pigmentet e quajtura antokjanin. Këto pigmente veprojnë si antioksidant duke eliminuar gjithashtu radikalet e lira që shkatërrojnë qelizat. Përfitimet shëndetësore. Parandalon sëmundjet e këqija. Sipas Institutit të Kolegjit Amerikan, ushqimet e pasura me vitamina A dhe C munden të ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve të këqija. Gjithashtu, sallata duke përmbajtur vitaminat me bollëk si A dhe C, sigurisht që mundet të merret si një ushqim kundër sëmundjeve të këqija. Lufton pagjumsinë nervoze. Besohet që konsumimi i sallatës së gjelbër mundet ju ndihmojë për të ndaluar pagjumsinë nervoze, pasi që përmban substancën e cila nxit gjumin, laktokarium ose opium i sallatës. Është një substancë e butë me efekt që është e pranishme në të gjitha llojet e sallatës së gjelbër. Qetëson gjithashtu gjatë shtatzanisë dhe ndihmon te ushqyerja me gjy.
Acidi folik i pranishëm në sallatën e gjelbër ndihmon të parandalohet anemia megaloblastike gjatë shtatzanisë. Është dëshmuar në shumë eksperimente me sallatë të gjelbër se nënat të cilat kishin konsumuar rregullisht sallatë të gjelbër nuk kishin anemi ushqyese. Besohet se ajo ka gjithashtu një ndikim të madh edhe në sekretimin e hormonit të progesteronit. Ngrohja e sallatës së gjelbër me spinaq, shpark, bizele dhe lule lakër rrit gjithashtu aciditetin folik dhe gjithashtu ajo rrit edhe përmbajtjen e vitaminës B në ushqim. Është vlerësuar se rreth 300 deri në 500 mg e kësaj vitamine kërkohet në ditë gjatë 3 mujorit të fundit të shtatzanisë. Mungesa e kësaj vitamine shkakton anemi megaloblastike. Sëmundje që shëron sallata e gjelbër. Mëlçia. Sallata e gjelbër besohet që kontribon për shëndetin më të mirë të mëlçisë. Mbi pesha. Sallata e gjelbër është përplot me beta-karoten, i cili është një luftëtar i njohur i sëmundjeve të tilla si katarakti, sëmundja e zemrës, sulmi në tru dhe sëmundjet e këqija. Rigjeneron indet. Sallata e gjelbër është e pasur me magnez. Ky element ka një rol të rëndësishëm në rigjenerimin e indeve, nervave, trurit dhe muskujve. Dhimbja e kokës. Lëngu i sallatës së gjelbër kur përzihet gjithashtu me vajin e trëndafilit dhe aplikohet në ball mundet gjithashtu të ndihmojë të lehtësohet dhimbja e kokës dhe madje të sigurojë gjumë të shëndosh dhe të qetë. Shtatzania. Sallata e gjelbër është gjithashtu e pasur me acid folik dhe ndihmon në parandalimin e defekteve të lindjes, si ato nervore në fazat fillestare të shtatzanisë, po ashtu parandalon edhe anemin. Tretja, sallata e jeshile është një luftëtare e mirë e kapsllokut. Është përplot me fibra dietike që i ndihmojnë zorrët që të lëvizin akoma dhe më shumë. Nga ana tjetër, ajo ndihmon edhe tretjen. Sallata e jeshile është një nga produktet që konsumohet më shpesh në tryezat tona, shpesh pa e njohur mirë vlerat ushqyese të saj në organizëm. Ajo është e përbërë nga një sasi e lartë ujë, vitamin A, vitamin C, vitamin B, vitamin K, beta-karoteni, si edhe nga një sër mineralesh. Ndërkohë ju do të mësoni se pse na ndihmon sallata jeshile në organizëm. Lufton pagjumsinë. Mendohet se konsumimi i sallatës jeshile ndihmon në reduktimin e pagjumsisë në saj të përbërësve të njohur si opiati i sallatës, i cili mban emrin laktokarium dhe ka efekt të butë në shmangjen e pagjumsisë. Përmbajtja e lartë e vitaminës K. Vitamina K sigurohet prej ushqimeve ose prej prodhimit nga bakteret në zor. Ndër ushqimet me përmbajtje të konsiderueshme të saj futet edhe vitamina K. Vitamina K ndihmon në prodhimin e shumë faktorëve të koagulimit në mëlçi dhe pa praninë e saj. Nuk do të mund të prodhoheshin faktorët e koagulimit dhe nuk do të mund të realizohej ky proces jetik për jetën e secilit prej nesh. Ndaj sallata jeshile themi se na ndihmon edhe në këtë aspekt, duke qenë se përmban edhe vitamin K. Gjithmonë zgjidhni sallatën në formë të gjatë se atë të rrumbullakët, pasi sallata ka vlera të larta më ushqyese ndryshe nga sallatat e tjera. Gjithashtu sallata ndihmon në humbje peshe, është e mirë për shëndetin e zemrës, ka acide yndyrore omega 3, është e pasur në proteina, ndihmon në prodhimin e alkalinës, ka një indeks të ulët të glicemisë dhe sallata nga ana tjetër është njëkohësisht edhe një prej ushqimeve më të shijshme. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!